Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit DTV Media, mirë se vini në Info-D. Sot në Komisionin për Legjislacion është miratuar projekt ligji për byron për konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë së pajustifikueshme, i cili ishte rrëzuar herën e parë në gjykatën kushtetuese, derisa sërish ka dështuar zgjedhja e kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, se cili do të jetë roli i byros, a do të mund të konfiskohen pasuritë e pajustifikuara, a do të mund të ketë përplasje, themi, me kompetencat e gjykatës, dhe shumë çështje të tjera do të flasim vetëm pas pak me ish-kryetarin e gjykatës së apelit, avokatin Hasan Shala. Por së pari, si zakonisht, ju ftoj të ndiqni lajmet kryesore të ditës. Kryesia e Kuvendit ka vendosur që të premten të mbajë seancë plenare për shqyrtimin dhe miratimin e një mori projekt ligjësh. Shefja e grupit parlamentar të VV-s Arbëriana Gavci ka thënë se kryeministri Albin Kurti është duke vazhduar angazhimin për të gjetur zgjidhje për zgjedhjen e presidentit, pasi është e padrejtë të shkohet edhe një herë në zgjedhje. Kryeministri Kurti e dini që është duke vazhduar angazhimet e tij, dhe unë besoj që në ditët e mbetura, sepse nuk kanë mbetur në shumë ditë, ka arrim një pajtueshmëri edhe një mbështetje, gjithsesi propozime konkrete edhe të gjejë një zgjidhje për zgjedhjen e tij. Një pas zgjedhje të reja jo vetëm se janë të panevojshme, por janë pa drejta edhe në të cilën asnjë rezultat të gjë. Shumica parlamentare, nëse është interesuar për të zgjedhur presidentin, nuk e ka opcion të vetëm bashkëbisedimin dhe dakordimin me PDK-n, ka edhe opsione të tjera. Zgjedhja e presidentit është një moment shumë i rëndësishëm për një demokraci parlamentare. Dhe ne kemi deklaruar që kjo çështje duhet të trajtohet me seriozitetin që i takon çështjes në fjalë, dhe kemi kërkuar nga zoti Kurti që të formalizoj kërkesën e tij ka shi Partisë Demokratike të Kosovës në një letër të shkruar. Deri në këtë moment, një letër e tillë nuk ka ardhur në adresë të Partisë Demokratike të Kosovës, ndoshta ka adresa tjera. Për shkak të mospajtimeve mes pozitës dhe opozitës, Komisioni Parlamentar për Punë të Jashtme nuk i ka miratuar marrëveshjen për antarësimin e Kosovës në Bordin e Paqes. Antarët e komisionit nuk u pajtuan për paragrafin e 2 të nenit të 2 të projektligjit, ku flitet për objektivin kryesor të Bordit të Paqes. Kësaj u vendos për formimin e një grupi punues për të modifikuar këtë nen. Kjo nuk ka të bëjë as pak me asgjë që ne potencialisht nuk ta diskutojmë sot këtu në kuptimin e kësaj që kërkoni ju, që mund ta takojnë të tjerë nga opozita. Ne dim që ka pasur dallime mes kryeministrit dhe ish-presidentit të çështjes. Ky ligj nuk është e domosdoshme të jetë në përputhje me ligjin e logjikës evropiane. Përimi pasojat e vonesës nuk janë tona, realisht. Janë të institucioneve, për shkak të raporteve anuale që kanë pasur. Kjo është një bord që te i kalon faktikisht për masat evropiane, dhe baza për të krijuar, për të kryer si tillë, ka bërë një region që është jashtë Evropës. Vetëm ne duhet me ndi vetëm të privilegjuar edhe privilegj që kemi marrë pjesë në këtë Bordin e Paqes. Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregullorën e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit ka miratuar në lexim të parë projektligjin për byron për konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë së pajustifikueshme. Parantarëve të komisionit zëvendës kryeministria dhe ministrja e drejtësisë Donika Gërvalla theksoi rëndësinë e këtij projektligji si një mekanizëm kyç në luftën kundër korrupsionit dhe forcimit të sundimit të ligjit. Ajo deklaroi se përmes këtij projektligji vendoset një standard i qartë kundër pasurisë së në mënyrë të paligjshme, duke shtuar se transparenca dhe përgjithshmëria janë detyrime shtetërore. Ministra Gërvalla sqaroi se byroja nuk merr vendime për konfiskim, por mirret me mbledhjen, verifikimin dhe analizimin e informacionit, ndërsa vendimet përfundimtare i takojnë gjykatave. Përmes këtij projektligji vendosin një standard të qartë dhe të pakontestueshëm që nuk do të ketë tolerancë ndaj pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme e të pajustifikueshme, ndërsa qeverisja e përgjegjshme dhe transparenca nuk janë opcionale, por detyrë shtetërore.
Ushtruesja e detyrës së presidentës së Kosovës Albulena Haxhiu ka bërë homazhe tek memoriali Heroinat, duke kujtuar viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në ditën memoriale të tyre. Haxhiu tha se u mblodhen këtë marrë për ta përkujtuar dinjitetin dhe sakrificën e viktimave nga dhuna seksuale gjatë luftës së fundit. Janë histori të thella të dhimbjes, por edhe të qëndresës dhe forcës së jashtëzakonshme. Vajzat e gratë, sikurse edhe djemt e burrat që i mbijetuan kësaj dhune, na tregojnë që kemi edhe shumë punë për adresimin e përgjegjësive tona si institucionet Republikës së Kosovës. Dua të them se kjo ditë koincidon me datën e Vasfije Krasniqit, në momentin kur kjo si e re i është nënshkruar torturës masive në vendin ku i ka ndodhur krimi, dhe nga ai vend vite më parë Vasfija ka kërkuar që kjo ditë të jetë ditë institucionale, ditë memoriale për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës, dhe sot ne i respektojmë, nderojmë zërin e Vasfisë, zërin e Danit, zërin e Shuretit, por edhe me mira e qindra të mbijetuar që të cilët ende nuk flasin dhe kanë frikë nga stigma dhe paragjykimi që historitë e tyre t'i ndajnë në publik. Reflektimi dhe angazhimi për të mbështetur të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës si një nga plagët më të heshtura të luftës në Kosovë duhet të jetë obligimi vazhdueshëm institucional në Kosovë. Kjo ishte porosia kryesore që doli nga një tryezë organizuar nga Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës çlirimtare të Kosovës, me rastin e shënimit të ditës memoriale për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës. Rrëfimet e të mbijetuarave dhe të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë dëshmojnë se të gjitha plagët kërkojnë edhe kujdes shoqëror, edhe drejtësi shtetërore. Ne përkujtojmë se mbështetja ndaj të mbijetuarve është obligim dhe detyrë e përbashkët e gjithë neve, e cila kërkon përkushtim të përhershëm. Sepse në Kosovë ka ende gra e burra që nuk kanë folur kurrë, e cilët mbajnë vuajtjet brenda, jo sepse nuk kanë çfarë thonë, por sepse frika dhe stigma ende ekziston. Një pjesë e madhe e këtyre vujtjeve mund të lehtësohet nëse ne, si shoqëri, u heqim frikën dhe ndjenjën e stigmatizimit. E kemi përborxh të tregojmë solidaritetin dhe empatinë për ta. Vetëm kështu mund të ndihmojmë të kërkojmë drejtësi dhe mbështetje. Edhe ne si institucione natyrisht që kemi barën e përgjegjësisë. Komisioni për çështje të sigurisë dhe mbrojtjes ka miratuar vendimin e qeverisë për dërgimin e forcave të sigurisë së Kosovës jashtë vendit si pjesë e forcës ndërkombëtare stabilizuese në Gaza. Ky vendim u përkran nga të gjithë anëtarët e komisionit pa dallime partijake, përveç anëtarit nga lista serbe. Megjithatë, nga opozitarët u kërkua që ushtarët e FSK-s që zbarkojnë atje të kenë mbështetjen e plotë në aspektin logjistik, shëndetësor dhe financiar. Kërkesë kjo e cila u tha se është zbatuar nga Ministria e Mbrojtjes. Kjo është një dëshmi që Forca e Sigurisë të Kosovës është ngritur në kuptimin profesional dhe gjithmonë me standardet e NATO-s. Nuk është misioni i parë, kemi pas edhe misione të tjera, ka pas edhe misione të tjera. Na kanë bërë muni krenar në çdo mision që kanë marrë pjesë dhe nuk e diskutojmë që nuk do të ketë edhe sukses, por është shumë e rëndësishme. Domthonë mirëqenia tyne dhe trajtimi i tyre, domethënë gjatë misionet atje, por me siguri ne jemi para të punë që t'ju krijojmë sa më shumë kushte sa më të mira që ata ta kryejnë detyrën dhe misionin e tyre mbi bazën e ligjeve. Në mungesë të korumit, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka dështuar të zgjedhë kryesuesin e ri. Shqetësimet për këtë situatë kanë paraqitur anëtarët e Këshillit Gjyqësor. Për pozitën e kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës janë Rustem Thaçi, anëtar i zgjedhur nga Gjykata Supreme, si dhe Besnik Bislimaj nga Gjykata e Apelit. Është e vërtetë që gjyqtari Faret nuk ka dërguar prova për gjendjen e tij shëndetësore, që unë besoj që dërgon. Mirë po që edhe nuk du me mendu që dikush me qëllim i bojkoton mbledhjet e Këshillit, sepse interesi qyshtat edhe jo është shumë i madh edhe veçanti për sistemin gjyqësor, dhe besoj që gjithë kanë vullnet për me zgjedh kryesuesin e ri. Sinkronizimi i veprimeve me strukturat politike, me grupet interesit dhe persona tjerë, ne në kupton saksisht
dështimin e procesit të zgjedhjet kryesuesit të KZK-s. Por çdo tendencë për të influencuar anëtarët aktual të KZK-s. Çdo tendencë për të favorizuar për anëtarët e KZK-s dhe njëkohësisht çdo tendencë e presionit nga brenda apo jashtë sistemit mbi anëtarët e KZK-s. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka njoftuar se inspektoriati ka shqiptuar xhob ndaj Kecit me vlerë prej 1.500 deri në 5.000 euro për secilin njësor me afat të skaduar të vlefshmërisë. Në një njoftim për media, Ministria ka bërë të ditur se gjatë verifikimeve pas ankesave të konsumatorëve për devijim të orëve në njësor janë hasur edhe të tillë me afat të skaduar. Në bazë të këtyre gjetjeve, Inspektoriati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut, duke u mbështetur në ligjin për metrologji, ka shqiptuar xhoba në vlerë prej 1.500 deri në 5.000 euro për secilin njësor me afat të skaduar të vlefshmërisë, thuhet në njoftimin e ministrisë. Të nderuar shikues, pas këtij bloku të lajmeve tani është koha për bisedën në studio. Zoti Shala, mirë se vini. Zoti Shala, sërish po vazhdon kjo saga me çështjen e byros për konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë pa justifikueshme. Sërish ka shkuar në kuvend, sot e miratoi Komisioni për Legjislacion i dha dritën e gjelbër dhe tani seanca do ta shqyrtojnë në seancën e radhës dhe pritet miratimi i tij. Si e shihni ju këtë pas anulimit të dy herë nga gjykata kushtetuese? Gjykata kushtetuese herën e parë e ka vlerësuar kërkesën e partive të cilat kanë ushtruar për shkak se është ky ligj kundërshtim me kushtetutën edhe frimin e saj. Në atë kohë, gjykata kushtetuese ka gjetë shumë vërejtje dhe se shumë dispozita ka qenë kundërshtim me kushtetutën dhe për këtë arsye e ka anulu këtë ligj, e ka kthyer në rishqyrtim dhe rivendosje. Mirë po, sipas informacioneve që i kam dhënë, kjo qeveria nuk ka vepruar kundër vërejtjes dhe sugjerimeve të gjykatës kushtetuese dhe se pastaj ka ardhur në gjykatë kushtetuese për herë dytë, ku është anulu, por tash nuk u vlerësua për ka përmbajtjes, për shkak se gjykata kur t'i vlerëson çështjet, vlerëson edhe për shkaqe procedurale fillimisht, atëherë shkon në përbajtjen e ligjit. Atëherë ka gjetë që në ky ligj është miratuar në kundërshtim me procedurat të përcaktuara me ligj dhe rregullore të Kuvendit të Kosovës dhe për këtë arsye e ka anulu të njëjtin ligj dhe ka kthyer në rishqyrtim dhe rivendosje. Mirë, po tani nuk kam informacione sakta me këtë draftin që është. Mirë, po informacionet që mi japin thonë që nuk ka vepruar kundër vërejtjes dhe sugjerimeve të gjykatës kushtetuese, kështu që nëse ky ligj shkon në gjykatë kushtetuese, përfolet që do të rikthehet edhe një herë për shkak se ka bërë shkelje të ligjit dhe kushtetutës. Po, pikërisht këtë që thoni zoti Shala, që edhe shoqëria civile ka kritikuar që ka dhënë pikërisht ky projekt ligj nuk i adreson në mënyrë të plot gjetjet e gjykatës kushtetuese, edhe rekomandimet e Komisionit Venecijës. Do thotë pse po ndodh kjo, do thotë kur ti e ke të qartësuar se çka duhet plotësosh dhe nuk e bëjnë, po e dërgojnë sërish në kuvend për miratim dhe në fund pastaj përfundon sërish në gjykatë kushtetuese dhe kështu po bëhet një varë loje, ta themi kështu me këtë reformën ta quaj të drejtësisë që po i thonë, që në kodër të saj hyn edhe ky projekt ligj. Që po, është sakta të shka the, nga se edhe shumë shoqëri civile e kanë gjykuar veprimin e qeverisë, mirë po, me që se tani kemi një qeveri populiste, jo tani po që 5 vite, atëherë kjo çështje për mu arsyetu para militantëve vetë, thotë ne po veprojmë, ne po luftojmë korrupsionin, mirë po, ja që këta pe i dërgojnë ligjet në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese ne po ne prish to, po ne kthen në rivendosje. Mirë po, kjo është vërtet për keqardhje, se çfarë niveli është kjo qeveri. Nga se të thuash mos na dërgojnë ligjet në gjykatën kushtetuese, kjo turpi më i madh i kësaj qeverie. A disi i bjen kjo, siguron vendosë si gjyqtarët, vendosi për një çështje, bini ja gjykim, e më thon po le më zboni ankesë. Kjo njëjta gjë është, kjo drejt ekskluzive është e deputetëve për çdo ligj që mendojnë që është
Në kundërshtim me kushtetutën, ata të dërgojnë kërkesën për vlerësim të apo interpretim të ligjeve nga ona e gjykatës kushtetuese. Prandaj kur të punohet një qeveri serioze, ajo punon mirë ligjin, konformvrejti se tash kjo është që tash e treta herë që shkon, duhet veproj konformvrejtjeve cilat i jep gjykata dhe pastaj të dërgoj miratim ligjin në kuvend. Po këta me qëllim i bojnë të shkelje, sikur si e kanë bua të shkelje procedurale, për shkak se kjo hera dytë nuk u vlerësu përbojtja e ligjit fare, as që kanë hynë përbojtja e ligjit. Këtë herën e dytë, menere kanë këy për shkak se i ka bo shkeljet gjatë miratimit të ligjit në kuvend. Prandaj, kjo çështje është, sa me thonë qytetarëve, mi binë militantët e vetë se ne po veprojmë, po opozita nesër na lejon me bo reforma në sistem drejtësisë. Po, me që jemi të gjykata kushtetuese para se dalim tek projekt ligji, kështu ne flasim pak, megjithatë në janar 13 projekt ligje u kthyn nga gjykata kushtetuese. Do të thonë, çka tregon kjo zoti Shola që ti kthen një qeveri 13 projekt ligje për një herë që janë kundërshtim me kushtetutën. Do të thonë, çka po harton? Çfarë projekt ligjesh po bën? Të 13 ligje janë kthyr për shkak të shkeljeve procedurale, nuk janë vlerësuar për shkak nga ona përmbajtjes së ligjit që janë kundërshtim me kushtetutën. Ato janë kthyr për shkak se kanë bërë shkelje gjatë miratimit të ligjit. Ka përcy hapa që nuk e ndash. Për shembull, është thirrë vlerë e jashtëzakonshme, gjykata kushtetuese thotë duhet me konë situata e jashtëzakonshme për mujt me miratu ligjin. E çka kishin atë të jashtëzakonshme fare? Kur lexohet lexim parë, duhet jepet afati një javë ditë. Për më bo leximi i dytë. Për miratim, ato i gjithë i kanë bërë shkelje. Prandaj shumë të thjeshtë gjykata kushtetuese, të gjitha i ka kthyr mbrapsht në kuvend për shkak shkeljeve procedurale, jo për ka përmbajtja. Tani, nëse shkon ky ligj, do të vlerësohet edhe për ka përmbajtje, jo vetëm për shkaqe procedurale. Mirë po, sipas informacioneve që i kam, gjykata nuk kuvendi e qeveria nuk kanë vepruar konformvrejtje dhe sugjerimet se cilat që ka të dhe edhe Komisioni i Venecias ja ka të rejkë vrejtjen që të përmisohet ky ligj. Po, sepse pikërisht me këtu shpejtësi, themi, edhe tani po donë ti miratojse. Sot ka lejnë... Dje për dje i kanë qenë edhe 15 ligje. Po, ka qenë të premden, do më thonë në 5 ora që u bo mazditë deri në ora 12 të natës u miratun. Me procedurë të përshpejtuar pa qenë ndoj diçka jashtëzakonshme. Asnjë ligj nuk ishte, domethënë, diçka jashtëzakonshme që duhet më miratu patjetër. Po njëjtën do ndodhë edhe kë, sepse në të premten një seancë që është caktuar sot nga kryesia, në rendite pritet të jetë pikërisht byroja. Po, mundet jetë, po atër duhet me dhuna fotin për leximin në dytë. Atër duhet jepën 7 ditë. Jo të me njëherë, mërëma një ore, lecohet me një dhe në dytë. Po, duke u shmon nga rregullores. Ashtu. Do të thotë, nëse shkon në për këtë procedurë, ka me përfundu serish në gjykatë kushtetuese? Po, tash mbarët që kanë interes partitë politike që janë parlamentare. Se për do këja paralemre pas kryesisë që do ta vlerësojmë dhe do ta shikojmë nëse përbën ose jo. Po, sigurisht, unë mendoj që nëse vlerësojnë që ka shkelje, është ky ligj kundërshtim me kushtetutën që nuk dyshoj se është kundërshtim me kushtetutën, edhe do të dërgojnë sigurisht, edhe tani atër do të arsituot qeveria që nuk opozita nuk pëlejan mu me bërë reforma të zi për shakë se për që gjykatë kushtetuese. Kjo është një absurd i llojit vetë. Nuk ka gjë më të merë, unë si jurist me rona kur i dëgjoj që thonë gjykata kushtetuese ne nuk po na lejon të bëjmë reforma të drejtësisë për shkak se opozita po na i dërgon ligjet në gjykatë kushtetuese. Po kjo turpi zoti, po si, po ti hartoj ligjet mirë këta asë, po edhe nëse i qojnë, i dërgojnë në gjykatë, po atëre mund t'ja refuzon kërkesën, po ligji duhet më punu ashtu në frymën e kushtetutës së Kosovës. Po, thoni që këta po kërkojnë që edhe ligjet antikushtetuse të hyjnë në fuqi? Po, sigurisht. Të mos kontestohen. Po, shisha, unë kam pa dëgju këtë ministrin e arsimit ka qenë kjo Negocsi. Tha, ne kemi kauzët, më falë, ne kemi kauzë, edhe kauzët nuk do të... S'ka lidhje. Nuk ka lidhje. Edhe, të kauzë kemi këtë qeshtje, edhe pse kundër kushtetuese, ne shkelim kushtetutën për kauzë.
kështu parafërsisht ka thonë. Andaj po mendoj që vërtet është shumë problem. Kemi bie që kauza është më e rëndësishme se sa ka nuk ka ligjet me kauzë, kushtetuta. nuk ka reformë në botë që bëhet kundërshtim me kushtetutën. Ti nëse ki kauzë një çështje, ti ato duhet të kalojnë nëpër ligje, nëpër kushtetutë. Nëse o penjes kushtetuta, ndrysho kushtetuta, me amandament o kushtetuta dhe nuk ka kurrë problemi. Mirë po, me vepru kundër ligjeve, kundër kushtetutës, ne kemi për shembull ligje që i ka miratu vetë ky parlament, që i ka shumicën aty për shembull ligjin për qevarinë. Nuk e zbatoj ke vitin e kaluar, bëj ke lojën atje jo fillon me datën kaq fillon certifikimi me çdo po jo mundem i kry 2 detyra, ai ligji tek jo smundet se duhet me vënë ndërheqjen në pozitë me rastin e certifikimit si deputet, ti nuk mundesh me ushtu detyrën e ekzekutivit. Edhe ligji është me qeveri. Kthy edhe madje gjykata supreme. Po, edhe këta e mësu kështu që mendoj që ta bashkuar nuk e kanë derë si është keni kushtetutën. Vlen një gjohë që ky zotëria, që ky kryeministri i Kosovës, thënë se nëse ky një vepër penale i kriminal, por nëse shkel kushtetutën super kriminal. Për çdo ditë shkelin këta kushtetutën e më thon tash ty në super kriminal. Mirë, po çka ti bash, kemi qytetarë për votën. Po. Ti kemi pak projekt ligjit. Si keni po ju mënyrën se si është hartu, çka synon ky projekt ligj? A ka me konfisku pasuri, a ka me u marr pasurinë, çysh ka me e marr, a ka me fut, themi, përçarje të madhe në shoqëri, sepse mund të jetë një kundërshtar politik dhe mund të kthehet në, si më thon, në përdoret për kauzë politike, themi kështu, apo për populizëm, apo mendoni që do të zgjidh diçka ky projekt ligj apo jo? Ne duhet jemi të qartë. Edhe me ligje që janë të aplikueshme në çet moment. Nuk e fal askënd nëse ti ke kry vepër penale edhe ki kriju pasuri me vepër penale. Po marr parasysh çfarë pozite je. Me vepër penale konfiskuohet, fillimisht e sekuestrohet, pastaj konfiskuohet nga ana e gjykatës pasuria, cilën ai person është dënuar për kryen e veprës penale. Domthon, ti jemi të qartë, nuk ka kur farë motive, nuk ka kur farë reformë këtu, që me thonë na shkum tash dom që këta të korruptuarit nuk do të dënohen, po do të dënohen secili, edhe unë i kisha qenë shumë i lumtur që secili i korruptuar të del para ligjit edhe të merr dënimin e merituar, edhe çat pasuri cilën e ka krijuar me korrupsion ti konfiskohet. Domthon, kur farë pengese ligjore sot nuk ka, sa përkat infrastrukturës ligjore për me u konfisku pasuria e një personi cili e ka krijuar pasuri me korrupsion. Prandaj këtu është dashur ngadalë se gjithë jemi, unë mendoj edhe politikanët, ish politikanët, edhe këta sot, edhe nestra, janë me pas një ligj tillë. Po ai ligj të hartohet në harmoni me kushtetutën, në harmoni edhe me shtetet si kemi me standard evropian që edhe shumë shtete e kanë këtë ligj, me marë edhe me hartu së bashku, edhe ai ligj më shku në frymin e gjithëve me konsenzus. Mirë po, këta zotërit për hir që e kanë populizmin në shpirt, me thonë po, që këta s'punalojnë, po na jemi për këta. Mirë po, këta s'janë heq për me e luftu korrupsionin, këta e në barës të korrupcionit, e vetë Albin Kurti është për krasi korrupcionit, për shkak se haptaz ai i përkro të korruptuarit, të cilit janë të akuzuar për korrupcion, si që është ministra, Rozeta, si që është ai Kekit, tash ai Kekit, ai tjetri, kemi këtu, edhe vetë bile e kundërshton drejtësinë, kur ftohet nga prokuroria të jap dëshmi për këtë çështje, ai nuk shkon edhe ignoron sistemin e drejtësisë, që është shembull shumë i keq i kryeministrit. Po, megjithatë, çka zgjidh ky? Çka parashek ky projekt ligj? Meqë janë ato tjera dhe a mund të ketë përplasje ose dualitet kompetencash me ligjet që janë aktuale? Ja. Se për shkak se ky byroja ka një komision edhe ky është i themeluar me ligj si institucion publik i pavarur. Mirë, po këtu problemi, kur e zgjedhin këta, kur temrohen nga parlamenti, si komisioni zgjedhor, që përbëhet për 5 kandidatëve, atëherë ata zgjedhin me shumicën deputetëve që janë prezent. Domethënë, tani për tani, kjo vetëvendosja i ka 57, sa nuk e di sakt, deputet, gjithmonë vetëm i zgjedh
sikur si po i zgjedh atë për bordën e për atje militantat e vet, ashtu do ta zgjedh edhe këta. Do të thotë për shembull veç me shumicën e të pranishmeve. Jo shumicën e thjeshtë që është nishit, por shumicën e të pranishmeve. Ata shumica e thjeshtë është 61 për kvorum. 65 deputet që mund të zgjidhen me 33. S'ka nevojë se 61 duhet me për kvorum. Për kvorum. 60. Mund të jenë 65 deputet që me 35-6 deputet. 33 Po, mund zgjidhet. Mund zgjidhet, domethënë nuk e ka kur far pengesë me zgjedh. Sa është legjitime kjo, sa ka? Ska legitimitet për shkak se këtu është e vërtetja kryesore që ju ka dhënë edhe nga Komisioni i Venecias, edhe nga OEQ që e kanë përcjell këshirë se nuk bën. Këtu duhet shkon me shumicën e jo të pranishme, po këtu marr parasysh 2/3 e deputetëve, edhe në mënyrë që të zgjedhet me një konsenzus për bashkë partive politike se unë mendoj që shumica e deputetëve tash nuk mund me bë dallimin, por shumica nuk janë të korruptuar. Edhe ata janë të interesuar për me luftu korrupsionin. Nëse kështu që shumica e këtyre se korrupsioni më shumë vjen nga ana e qeveritarëve, se të deputet më pak vjen shprehje, mund bëhet ndikimi i këtyre deputetëve të qeveritarëve se po korrupsioni i madh vjen prej qeveritarëve. Prandaj kanë të dera shumë, kanë. Po sigurisht, aty në lola të mëdha, dhe se për këtë arsye mendoj që deputet janë të interesuar me pas, mirë po hartimi i ligjeve na marrin parasysh për shembull këta deputet që asnjë vërejtje, asnjë amandman, asnjë ndryshim, propozim të ligjeve që vjen nga opozita ta si kanë marrë parasysh që 5 vjet, unë se di që ndonjë vërejtje apo amandman ndryshim të ligjit që e kanë propozu dhe opozita që e kanë marrë mazhoronca. Kur? As në ligjin për buxhet që ishin 60 amendamente, nuk e morën asnjërin, nuk e futën në projekt ligj. Megjithatë, e tash e procedurën, e tash, byroja e ka dhe drejtorin. Drejtori ka funksion jashtëzakonisht të madh në këtë byro. Prandaj se çdo inicim i procedure për verifikimin e pasurisë së pajisigueshme ndaj një personi fizik duhet marrë lejen nga drejtori. Pasi që të mbledhen hetimet i bajnë hetimet, apet për më inisu procedura në gjykatë duhet lejen drejtori. Domethënë është një pozitë sipas këtij ligji jashtëzakonisht e rëndësishme, por edhe me kompetencë jashtëzakonishme që prej tij varet krejt të iniciohet procedura, filloi procedura në gjykatë. Prandaj këtu kanë qenë edhe vërejtjet edhe herën e parë kur është shqyrtuar përmbajtja e ligjit, masandaj është kompetente për me zgjidh apo me zhvillu procedurën në gjykatë është gjykata themelore në Prishtinë, vetëm gjykatë që në tërë territorin e mbulon tërë territorin e Kosovës për shqyrtimin e propozimeve për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Mirë, por nëse zhvillohet procedura penale. Për opinionin nuk ka drejt kjo byro të bëj konfiskimin, vetëm vetëm bën hetimet, mbledh hetimet, edhe mbas aty në hetimeve të inicoj procedurën në gjykatë themelore në Prishtinë, e cila vetëm është kompetente për shqyrtimin e këtyre propozimeve, është gjykata themelore në Prishtinë. Dhe se pasi që të merr për shemb ta zonë çat propozim, gjykata vlerëson ka prova të mjaftueshme, s'ka prova të mjaftueshme. Nëse vlerëson se propozimi i tij nuk është i plot, e kthen mas biros edhe me vërejtje, këtë bëj, këtë plotësohet. Nëse ai nuk e vlerëson afat për 7 ditë, atëherë gjykata konsideron se është tërheq propozimi për konfiskim. Edhe rrezohet ajo? Edhe bjen poshtë. Po. Nëse kur nënshohen shërtim, masën e ka ky pasi që vlerëson se është në rregull, për shembull propozimi ka me prova të mjaftueshme, i dëzohet palës kundërshtare. Ai ka të drejtën që të jap një kundërshtim quhet në procedurë kontestuar përgjigje empati, po këtu quhet kundërshtim. Kundërshtimin edhe të vlerësojë gjykata masën e kundërshtimin. Nëse gjykata vlerëson kundërshtimin që vjen ai fakti i ofron që nuk është ashtu siç propozon byroja. E kundërshton çat propozim për shkak se thotë me këtë provë unë kam tash shtytuar me pasurinë edhe atëherë gjykata i vlerëson. Dyja i fton palët edhe me një seancë, nëse mendon që janë plotësuar kushtet, atëherë mundet me refuzu, po mundet edhe me aprovu, por pasuria nuk konfiskohet me propozim, me vendim të byros. Këta vetëm kanë me mbledh hetime edhe me inicu procedurën. E tash, çështja e
procedurës është se këta në mënyrë retroaktive kanë para po. Po, pikërisht edhe kjo ka pas ankesat mëdha edhe nga shoqëria, sepse është para po për vitin 2008. Janë gati 20 vite. Po, aty thotë prej vitit 2008 mundët me inicu procedurën. Mirë, po, tani edhe thotë është ai person fizik tani në institucione publike duke punuar apo jo. Nëse është, i kemi dy dispozita që janë kolizionin njëna me tjetrën këtu. Njëna thot 5 vjet, masi i ka përfundu punën qaj person fizik që ka punu në institucion publike, që ta dispozitë thot 10 vjet. Ma unë jënë kolizion, për të njëjtën çështje jënë kolizion për njëjtën çështje që ka të bëjë me ushtru hetimet ndaj një personi fiziki që dhe ka qenë për institucione publike. Me pa edhe tjetër, është që edhe shumë këtu mundet me ndërhy nëse dyshon edhe të personi tretë, për shkakun nëse dyshon që kjo e ka tjetërsu pasurin ai personi që është tu duke u bo hetimet ndaj tij, mundet më inicu hetimet dhe ndaj personit tretë, katërt atje lidhur me atë pasuni, që konsideron se jo të drejtë apo jo legale është bartë, apo është qëtërsu palishmëria, cilën konsiderohet që është fitu me veprime korruptive. Po, janë edhe disa kritikat që kanë të bëjnë me kompetencat që përnxjerrin e legjislacionit sekondar nga byroja. Edhe këtu ka pas, çka do të thotë kjo? Pse kanë lënë këto dhe pse ju nuk e kanë bërë, do të thotë që ato të jenë të përcaktuara qartë në vetë ligjin, po me nxjerr legjislacion sekondar. Si bëhet kjo, edhe mund të ketë bie ndesh me ligje tjera ose me kompetenca që i kanë gjykatat, që i ushtrojnë përmes bazë ligjeve? Nuk mundet e me nxjerr rregullore, se rregullore parashtrihet pasi që të konstituohet e tërë byroja me komision, i ka 6 muaj afat për me sipas dispozitave kalimtare. I ka 6 muaj afat për me nxjerr rregulloren, po rregulloria gjithmonë duhet me qenë në frymën e ligjit. Nuk gëzëmot me t'i kalu. Për nëse t'i kaluat, atër jo është gjykata që i vlerëson t'i kalimet dhe nëse konsideron që është në kundërshtim me ligjin edhe gjykata supreme është kompetente për me vlerësu këto dhe nëse ka shkelje është kundërshtim me ligjin me anulu atë rregullore ose ato dispozita që janë kundërshtim me ligjin. Besoj se nuk kish me kalu ajo, për shkak se e kam kontrollin dhe çdo qytetar mund me inicu procedurën për vlerësimin e dishmërisë asaj rregullore, cilën do ta nxjerraj. Ma shumë ka mundësi tani kjo të atakohet, për shkakun se çdo qytetar mund me ataku në gjykatë, me padi. Aktet në ligjore. Aktet ligjore, rregullore. Po. Edhe atakon gjykatë supreme, edhe gjykata supreme është kompetente për vendos. Po mendoj që nuk ka mundësi për shkak se aty e vlerësojnë edhe OEQ-t, qytetari thjeshtë, çdo kusht i vlerëson ato dhe nëse shas që ka, nuk është në frymën e ligjit, është në kundërshtim me ligjin rregulloria edhe mund të atakohet. Po, çfarë profili mund të jenë anëtarët e byros, komisionit, që e bëjnë vlerësimin edhe mbledhin prova për një pasuri të dikujt, të një personi i cili ka shërbyer në institucione publike? Ata janë jurista, edhe se minimumi duhet të ketë 5 përvojë punën. 5 vjet, minimumi duhet të ketë 5 vjet. Por ata do të zgjedhen me konkurs, po mendoj byroja me konkurs do të zgjedhen edhe se ata sigurisht që sipas po komisioni zgjedhor është ai i cili i vlerëson. Fillimisht. Prandaj edhe aty mundet me luajtë ajo loja e keqe, për shkak se ekziston mundësia edhe aty me orë njerëzit që po këtu fatbarësia. Njerëzit thoni me ndikime politike? Po, që na po i shohim për çdo ditë këtu me ndikime politike, po në atë ditë që ta dje i dol që kanë zgjedhur drejtore këtë bashortën e këtij ministrit, tikun i ministrit. Në ministrinë e Mimozës. Po, ai tjetri atje një bërlipenca i drejtori, po të një kretë institucionit i kanë marrë, po asë një institucion ta deri me sot për shembull edhe ministri, asë kuvend, gjithë i ki ushtrues detyre, asë një nuk e marrin për shkak se me majtë në presion atë person aty që për 5 minuta tek, se kur është ushtrues detyre me një vendim thjeshtë e zgarkon e vjen tjetër. Si që shkarkun ushtruesin e detyrës së sekretarit të kuvendit? Po.
Po. Bile ai kishte ka qenë edhe ka fituar në konkursin, por se kanë pa kanë lup se nuk koni që nuk I ka pëlqyer tash mendoj. Do të s'kan pas vërejtje konkrete. Megjithatë, jo s'kan pas kom lexuar për këtë që ai ka qenë më I miri, po mirë, po tash e anuluan konkursin, po nduket Albolena dhe se për këtë arsye që tash me orë ai përshtatshmi tyre. Po. Megjithatë, zoti Shola, a mund të përdoret kjo byro për ndjekje politike, se u akuzu shumë që kjo po bëhet vetëm për t'i përndjek kundërshtar politik. Nëse sot kjo qeveri mund t'i përndjek ata që nuk jenë pushtet sot, ndërsa nesër mund vjetë dikush tjetër në pushtet dhe ta përdor kundër kësaj qeveri ose një opozite tjetër, do thotë, a ka mekanizma që mund ta mbrojnë këtë byro që të mos kthehet politika, të mos ta kthej në një organ që I ndjek kundërshtarët politik. Mendoj që mas pore ky ligj nuk duhet të kalojnë prej gjykatës kushtetuese për shkak se shumë nene janë kundërshtim rrezik. Prej emërimit të anëtarëve të komisionit deri te vendimet përfundimtare të kompetencat të drejtorit të byros janë kundërshtim me ligjin dhe kundërshtim me kushtetutën. Prandaj unë shpresoj që nëse shkon nuk ka me kalu. Nuk ka me. Ka me kthy tani sërish. Ky ligj, po. Ky ligj duhet me u miratu me konsenzus të partive politike, me njerëz që nuk janë të korruptuar, për shkak se këtu mundet jepet mundësia, na po shohim që këta shumë gojen plot e kanë pasur të shën, a ke pasur të shën familjarët janë për dasë me janë para atjeve të këta u kënaqën të militantët të punsu në Tanaun. Sa po mundet, bile kanë arrit numri me mia, arrit numri që I kanë marrë të punsu. Prandaj këtu që kanë pasur shumë serioze. Çkop sistemin për me kop. Ashtu është, për me shkap, për me kap. Kështu po shjet kjo që ju ka I bojnë, si me bordë, si shiqë luftën që ju ka bojnë në këshill prokuror, shiqë luftën tash me këshill gjyqësor, që 2 herë I caktohet takimi nga këshilli gjyqësor për me u zgjedh kryesuesi, me qenë se këta si kanë votat. Ta devesve, aty kanë hi grupacionet, si thonë fjalë ka hi dresin e mjetë, edhe këtu në këshill gjyqësor, kështu që nuk marrin pjesë me të vetë me qëllim se mes me bo kvorumin, mu zjedhë kryesuesi, pse si duket që ky nuk ka përshtatët. Po, pikërisht sot dështoi sërish zgjedhja që ishte kandidat Rustem Thaçi. Rustemi dhe Besniki, këta dy po, edhe Besniku. Po megjithatë u tha foli edhe Besniku, tha që kjo është që çapo ndodhesh në sinkron me politikës dhe grupeve të interesit. Besniki tha kështu Rustem Thaçi. Rustemi. Zoti Thaçi tha. Se Besniki di shko përshtatin. Jo, Rustem Thaçi tha që këto janë thënë sinkron me politikën dhe grupet të interesit. Edhe unë mendoj. Kush? Po, thoni pushteti po dëshiron çfarë? Sigurisht pushteti. A ka ndodhur ndonjëherë si u zgjedh kryesuesi I Këshillit prokuror që çohet me kryeministra, me ministrin e drejtësisë me ta urojnë se tash u bë kthymja. Tash u bë kopja. Me një fjalë, tash u bë kopja. Ja tash u bë kopja e sistemit prokurorial. Tash u bë kopja e këta thonë jo boshtërimi se tash ata janë kun shkava kështu, tash të shohim çka po bojnë ta. Mirë po, një gjë, du ta dinë edhe ata që janë aty. Se nuk mundë me shkel ligjin. Mundë me keq përdor për një moment. Prandaj, larg politike si Këshilli prokurorial, si Këshilli gjyqësor, si kryeprokurori I shtetit, si kryetari I Gjykatës Supreme, larg politikë se politika ka me humbur kryt. Nëse nuk merren me politikë, kanë me pas një perspektivë të madhe. Nëse janë ndikueshëm nga politika, nga ekzekutivi, kemi pas që ata njerëz kanë më shëruar në hëmner. Se ku në botën demokratike dhe ekzekutivi nuk lejohet me ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Nuk lejohet. Në Amerikë, në Suedi, në Gjermani, gjithë ku gjyqtari është pikëtari në shtetit. Prandaj edhe këtu nuk çështja është që këta po mundohen me na kthy me një tash është turp me dhon të kuj, po mentaliteti I tij është autokrat. Më të thonë komunist, autokrat. Pse nuk don, kemi rastin tani, për shembull të presidentit, ose presidentin me zgjedh, I pengoj për 2 fjalë ose për shumë pak se ka qenë shumë. Para se të shkojmë te presidenti, që s'po do me zgjedh zoti Shola,
shkojmë tek përveç Këshillit gjyqësor tani kemi kryeprokurorin që 4 vjet e gjys gati 5 ushtrues detyre, do thotë çka po ndodh me të sipas jush vazhdon të jetë kandidatura e Blerim Isufajt në tavolinën e presidentit, Vjosa Osmani ka qenë tash e ushtrueses së presidentes Albin Haxhiu, çka do të bëjmë me të? A mund ta anuloj atë konkurs? A mund ta emëroj kryeprokurorin e ri Albin Haxhiu? Unë, sipas informative që kam, Vjosa Osmani, si notere e Albin Kurtit, kryeministrit, nuk e ka shqyrtuar, as nuk e ka vlerësuar që me dekretu kryeprokuror shtetit Blerim Isufi, që vërtet për keqardhje. Vërtet për keqardhje. Për shkak se Këshilli Prokurorial 2 herë ja ka dërgu emrin ka nominu, për me dekretu. Kjo nuk ka pas drejt me hinë vlerësimin e përmbajtjes së procedurë. Po vetëm saj për këtë kuptimin formal me vërsu edhe u dasht me vendos mirë, po kryeministri në Parlament Kosovës, para 120 deputetëve, asa kanë qenë aty, ka thonë Blerim Isufi, po do mos zgjedh në kundërshtim me interesin tim, si kryeministri në kundërshtim me Glauko Njuftë, në kundërshtim me presidentin, pra ndaj nuk zgjedh ataj. Kjo ka qenë ndërhyrje flagrante. Ka folë edhe namën të presidentës. Në Parlament, para deputetëve, ju ka thonë, për 3 figura kryesore, po, pra ndaj nuk mundet mu zgjedh. Çka tregon kjo? Kjo tregon ndërhyrje. Do të ishte alarmonte të qenë ndërhyrje skandaloze e kryeministrit në sistemin e drejtësisë. Prandaj e kemi që 4 vjet e gjys detyrën e kryeprokurorit shtetit e ushtron UD. Fillimisht e ushtoi Besim Gjelmendi, tani është duke ushtruar Gonçala. Dhe pretni që kjo mund të emroj tani si ushtrues detyrës një... Jo, ushtrues detyrë nuk mund është me emru. Jo, po them si ushtrues detyre e presidentes Albin Haxhiu, mund të emroj një kryeprokuror të ri? Tash nuk e di, a kjo kompetencë ka. Domthonë ushtruesia detyrës me presidentit i ka të gjitha kompetencat e presidentit, siç i ka përcaktuar kushtetuta. Kjo UD-ja e presidentes ka dallim nga ushtruesi detyrës së kryeministrit ose kryeministri qeverinë detyrës i pequajnë ta, ata i kanë kompetencat e kufizuara. Gjërsa kjo si ushtrues e detyrës nuk i ka kompetencat, po ka kufizuar kohën. 6 muaj. 6 muaj ka tani prej 5 marsit si ka marrë detyrën, llogaritë 6 muaj. Po, besoni që do të mund, a mund të kthehet ky procesi kryeprokurorit në zero? A është i lidhshëm, a mund ta fitojë lidhshmërinë? Nuk e di tash nuk po me thonë, nuk e di për çka do të bëjnë, ta se janë pa parashikueshëm, por ne kur ndërmarrin ndonjë veprim atëherë mund të thonë po, kjo është e lidhshme, kjo kundërlidhshme. Tani për tani nuk mund me thonë një mendim për shkak se janë pa parashikueshëm. Po pikërisht e kjo kur i kemi të gjithë me një shërbim të madh me OD në institucione kyçe, themi, vazhdon puna çështja e presidentit mos zgjidhet. S'po shohim as veprime konkrete. Si po e sheh këtë neglizhencë të dikujt që i ka marrë 51% nga qytetarët e Kosovës për të mos i emëruar edhe po rrezikon që vendi të shkojë sërish në zgjedhje. Tash po folim as pore për çështje që ka të bëjë me këto takime që bëj thret partitë politike, thirrje dhe kanë tash me PDK diçka u kundërshtuar, diçka edhe nuk po. Si ka thyer letër fare më. Mendoj që mas pore kryetari i VV-s apo kryeministri është i pasinqertë. I fton vetëm sa për, si thon fjala popullore, sa për sy e faqe, edhe vetëm po që unë takova, po që këta. Mirë po, unë mendoj që ky si kryeministër, ky si kryetar partije që i ka marrë 51% vota, ky nuk ka të drejtë me ju thonë këtyre, ai ka drejtë ku kushtinor me forcat e me folë çka po don, po ky duhet me gjetë një person që ky ka interes pas po këty më shku zgjedhje. Ish dashur pa qenë çështja normale. Po këta janë pa përgjithshëm. Ky mas pari pa përgjithshëm është. Se ky ish dashur me propozion një kandidat që i përshtatet për shembull PDK-s. Po dhe vetit. Një kandidat që është figurë konsensuale edhe do të jetë figurë unifikuese në sistemin politik të Kosovës. Mirë po, ky thotë jo, unë i kom caktuar 2,
Po ti caktuar ti, jo, që unë ta bëj numër ty, ti bëj 30 të siki, për shembull edhe kjo ose edhe këta si kanë 30 nënshkrime, ti bëj 30 nënshkrime, hadejnë, jo, ashtu s'ka. Sotri, ti duhesh me i zjedh një kandidat që është konsensual për gjithë. Nëse ki interesi me s'me shku në zjedhje. Por ai, ka interes me shku në zjedhje. Se ka interes? Kur i ka 51%, se s'ka fitu askush Kosovë deri me tani, prej... Shumë mirë që ta spjegoj, pse ka interes. Pse kjo mësu keq. Që 14 muaj ky si ka thonë përgjithësi kuj si kryeministër. Ky ka qenë ude. Ushtrus detyre, qeverin detyrë, që është dushuje, alo, qeveria Kosovës, në bile që ta shkure bajt, që takimin e fundit, me to tha ju duhet me qenë mirë që ju marrë në këtu. Marë me mandi, qa që i ngriti vetën, so që qeveria është institucion që i përgjigjet parlamentit. Për çdo gjë ai duhet më shkruaj me raportu të parlamentit, ai duhet me konë mirë njësta se unë i marrë këtu, e tha edhe po ju dëgjoj ju me folë. Prandaj, unë mendoj se ky ka shumë kate, dhe se për këtë arsye, ky o mësu që mos me përgjithësi kukuj, pikërisht për që i pengon edhe presidenti, ky ose do një president kukull, ose ka me në shkunë zjedhje. E president kukull, këta s'ja propozojnë opozita, nuk ja propozojnë, nuk ja japin propozim, vetë nuk ka vota, vetë nuk ka vota, jo për tash, vetë nuk ka vota, për me në salë me bo kvorumin për 80 deputetve, kështu që për mos jenë rundin e tretë, me 61 votë, nuk i ka, se për shkak se nuk mund me hinë, se nuk jenë 80 deputet me hinë votim. Për dhe, bile më do absurdi maj madhe, kur hinë, shakushira në televizor, për president, kur i marrën e për në kotijat mu vëthu presidenti, e s'kesh korum. S'kesh korum. Të ishin gjatë i 60. Kështu që këto e në ato anomali që jënë kanë ndodhin. Këto mund falesh, që nuk për arsitoj, ka pas shkeli dhe ma përpora. Me pa ta kanë pas përgjësi për institucione. Edhe për ta thëmë edhe një fjallë popullore, kur dojsh me shqit një tokët, se do me ble, do të me pyt, a ka ble vetë, a e kalon baba. Kjo fjallë popullore është. Nëse e ka ble vetë, s'mundesh me bo pazar me to. Nëse e kalon baba, bën pazar shtirë se e ble lirë. Këta kanë ble lirë shtetin, se e kalon tjetër kushe nuk ja din lirë shtetit. Po du që dojnë me shqit lirë? Shqit lirë. Pra në është që përfasusi i parlamentit e për pranë, tha viti humbër. Viti kalon. Tash, kjo ka qenë në komision me atisorin, kjo Austriakis, që më hupi për i mende. Vizner, Frank Vizner. Ja, Frank Vizner, ka emnin si Slav. Që të sësh më rëndësi, tha, po plëtsohet ajo që Kosova edhe pushtetarët e Kosovës nuk jenë të aftë me majtë shtetin. Kete ka thonë Serbia në gjykatën ndërkombëtare, kete ka thonë Rusia, kete ka thonë Belorusia. Do më thonë që 14 muaj ky zotënia e u dhe shtetin pa përgjithësi. Tash ka me vazhdua pet, për çfarë ky ka me shku në zgjedhje? Ka me vërtet se për 5 minuta bundet bre. Për 5 minuta ky me dasht e zgjedh çështjen e presidentit. Po nuk don. Ky do më shku në zgjedhje. Thoni që po don vetëm kriza? Po, se për kriza vjeton. Edhe don me i kompromitu. Mi përqa opozitin sot mundet. E tash, po, i ka dojnë pak më keq, i ka dojnë për shak me Vjosën, e unë besoj që Vjosa ka me këthy e këpucat bëthrat, për shkak se din shumë sena Vjosa, po edhe Vjosa, si kur kë, dytë, jënë të pas skupull politik për ma rejtë për shtetë. Kështu që ka me qenë shumë interesant balafashimi të re. Thoni që ka me demtu Vjosas në? Shumë ka me demtu, se krejt ato të palame, të tlame, që i kanë bukë ta që 5 vjetë, ajo i din. Edhe tash i hakmarë, sikur si ju ka hakmarë kjo, se po më duke për i fjallë ju ka hakmarë kjo, kur ka thonë përlu në bigjës me shtetin. Edhe një 2-3 rase si i këthej se kjo ka zbatu, për shamu kur Vjosa Osmani si presidente ka kërku përjashtimin apo largimin e gjyqtarit, gjykatës kushtetuese me vetëmin qëllim me bloku gjykata kushtetuese, që gjykata kushtetuese s'kishte kvorum atëherë, edhe s'kishte ish bloku gjykata kushtetuese dhe me punu gjyqënia, pa edhe pa gjykatë kushtetuese, pa kry prokuror, pa parlament, pa qeveri, çka me bo këtu vishë me dhone e mret. Po, shpresoj aty u morë vesh me njerë gjykata kushtetuese, nuk e pranoj atë këkesi. Kishë pas punësia 5 vjetë,
Se kur zgjedh presidenti ky Viçokun, ky kandidat, ky gjyqtari Okun aty, Okun gjyqtar, pse s'ta marr atëherë. Po bashkë momentin ma kritik kur ishte ky kulli më të madhin që i shkelte ligje, shkelte kushtetutën edhe s'jep ke përgjegjësi. Po pikërisht edhe tani se janë edhe dy gjyqtarët kushtetuesis në procedurë për të zgjedh dhe në qershor ju s'ka dhënë mandati edhe dy tjerëve. Jo në këtë qershor, qershor viti tashëm. Vitin e kaluar thëshin që për në qershor këtë t'ju kashtoj, e mund të bllokuhet sërish. Jo, viti tashëm. A mund... Po, zotin e rojt me dek, një kandidat. S'ka këfërëm. Mos mund. Me s'me marrë pjesë 5-6 muj. Asë një seansë u i matë. Se s'ka këfërëm. Pra e këmë qëllim caktu, i ka këtu veprime, që deri tani nuk i ka zgjedhë se i ka shty për mujt me bloku. Mirë, po se kjo tash edhe kam i zgjedhë këta dy. Veç unë besoj që ata kanë një grimi integritet edhe kanë me punu qështë e parashe ligje dhe kushtetuta. Po besoj, po marë parasysh kush është ai. Po unë besoj që kanë një grim si jurista, si kanë një grim integritet dhe se nuk lejojnë më ranë në ndikimin e jashtëm të politikës në vendimarrjen në gjykatën kushtetuese. Po, për fund e shen një themi ndryshe një daljen të qytetarëve edhe një ndeshkim nëse shkojmë në palë zgjedhje sepse viti kalu 4 palë zgjedhje me ato lokale, edhe si vjetë manë sërish, do me një viti e gjysë manë 5 palë zgjedhje, a janë shumë, mendoni që do të pësojnë gjitha partitë, themi, po nështë pse ju a i që ka më shumë ti, themi, përgjithësi, ta merë barën kryesore? Unë thëmë se për këto veprimi që në boqë 14 muaj, po dhe gjatë qeverisë se kësaj qeverie, shumë pak ka pas avancim të sistemit, si ekonomik, ashtu gjyqësor, ashtu në arsim, ashtu në shëndetësi, por një fakt është, ky po arrimi mashtru mirë, tash për shke pare, kështu që qytetarin me këtë varfni që e ka, po edhe po mashtrohet me të shke pare të 100 euro, 200 euro që tu i ka do tash për duket, tash po i mashtrohen, po i thotë në maj kom me me miratu ligjin në kuvend, kërkesën në kuvend. Mi e bërë majën kësë ka me pritë se 28, pritë li ka më shka përshpërba parlamenti, po qërtu po i mashtrohen, po arrin me i mashtru, qytetarë për e votojnë, kështu që fakt është se i shdash me ndeshku partit politike, 3, 4, sa në këto i dash, qytetarë me ndeshku për shkak se është dëmtu interesi i qytetarëve me këtë pushtet. Jo vetëm këtë, po 4 partitë i zhdashtë me ndeshku me votu. Se s'ka tjetër mundësi qytetari këta, përveç se me votu. Mirë po, tash, qytetari me votan, prandaj vota e qytetarit është çështje që duhet durimi i qytetarit e ka një fund pastaj. Po, ja, aty deshta më thonë, si na veprojmë, po veprojmë pak me vonesë e kallim, që kjo keqja është, po duhet në kohë, mes me shku të e dami, se tash për para, jemi qunë demonstrata, kemi bu demonstrata, se jemi dëmtu shumë edhe krejt, edhe me luftë edhe me krejt, vi gjithmonë një hap, ma me vonese kemi pasë. Përveç që kjo e uqekes se cila i dha fund, okupimit Kosovë, se cila me NATO, zbardhi Kosovën nga një okupatori cili ka qenë 100 vjeçar këtu. Mirë po, i zhdasht, mes me arë të i të ajo, si theti, po me ko. Pse mu lodhë, kemi votimet, 99% ka mu majtë votimet, me votu, me ndëshku këta. E jo me marri nati, jo ti je i PDK-s, ti je LDK-s, ti je vendosës, ti ti votës, ti je kështu, po ti jepi më të mirit. Aj i cili mbron interesat e qytetarëve. Prandaj këtu është problemi që duhet mu vendisu qytetari, mos më shku te ajo te ngritja revolucionare se edhe na dim keq me marrë dhe ngërësin kur ta akumulohet shumë pastaj. Po, atë eksplodon. E tash me eksplodu o shumë keq, për shkak se aty kemi ballafaqimin mes vetina, pushtetin me këto. E aty dëmtohet gjithmonë dëmtohet, në dy partë dëmtohen. E s'kemi interesi, ndryshimi i pushtetit bëhet me votë.
Prandaj duhet me votë, me ndëshku, se tjetër ndëshkim nuk ka. Po, s'dëshoj, unë falenderoj shumë që ishe sonte në Info. Ishte kënaqësi, faleminderit juve. Të nderuar shikues, unë ju falenderoj shumë që qëndruat me ne deri në këtë kohë, unë ju falenderoj deri nesër bashkë, mirupafshim.